Sapo Erion Veliaj u mor në pyetje nga prokurorët Olz Dado dhe Altin Dumani me 26 dhjetor 2024, doli jashtë në oborin e Spakut dhe ndryshe nga një herë më parë ku ishte thirrur te kolegu i tij Dritan Prençi, shkoi dhe shpërtheu në akuzën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Më parë na kishte thënë se kishte disa hetime për Ajolën, më pas shpërtheu në sulme ndaj gazetarëve. Ai ishte e rastësishme. Më pas të njëjtët gazetarë u sulmuan nga portale anonime dhe të strehuar në mediat e sponsorizuara nga vëllai i Erion Veliajt apo bashkëpunëtorët e Carlo Bolinos. Më pas u vërsul ndaj prokurorëve e gjithë armata e mediove të pushtetit. Ai ishte e rastësishme. Ai ishte e rastësishme që gazetari i familjes Veliaj, dikur shërbëtori Sali Berishës, tani lëpirës i kryebashkiakut Mero Baze, të dilte dhe të sulmonte prokurorët dhe Spakun, kur deri në atë kohë thirrja ishte të mbrojmë Spakun, se po fut Saliun dhe Ilir Metën në burg. Ai ishte e rastësishme që u sulmua gjyqtari Erion Bani, ndërkohë që do jepte vlerësimin e masës së sigurisë. Ai ishte i rastësishëm sulmi ndaj prokurorit Olz Dado me shpifje, gënjeshtra, sikur kishte kërkuar 2 milion euro për lirimin e Veliajt. Kjo doli në përgjimet e publikuara nga CNA. Ai ishte i rastësishëm sulmi ndaj gjyqtarit Engert Pëllumbi me një shkrim të Ilir Yzerit në shqiptaren e Carlo Bolinos, aty ku strehon anonimët Gjobagjin që i shërbejnë publikimit të shkrimeve duke akuzuar prokurorin Dado se kishte kërkuar 2 milion euro, por më pas shkrimi u fshi. Fakti është i administruar nga Spak. A është rastësi që sulmohen me shpifjesh, fyerjesh, prokurorët dhe gjyqtarët që janë pjesë e çështjes Veliaj? A është e rastësishme që një raport lobimi i një studioje ligjore amerikane fillon akuzat ndaj Spakut dhe e përzihen me gjoja integrimin e Shqipërisë, rastin e çështjes Veliaj? Raporti del një muaj përpara se të mbyllen hetimet. Më pas një tjetër raport i po të njëjtës studioje del kur çështja është në gjykatën e lartë dhe një tjetër raport doli pak ditë më parë pas një vendimi të gjykatës së lartë dhe seancës që pritet në gjykatën kushtetuese. Raport krejtësisht i rastësisht, kur ka çështje në disa nivele gjykatash, dhe më pas merret dhe përdoret si analizë krejt rastësisht nga gazetari i familjes Veliaj, Mero Baze, publikohet nga Carlo Bolino, nga këta përfituesit jo vetëm nga taksat e shqiptarëve nëpërmjet fondeve apo koncesioneve, por edhe nga përplikimet me bashkëpunimin e vëllait e Erion Veliajt dhe direkt apo indirekt me Bashkinë e Tiranës. A janë të rastësishme ndërhyrjet e Sokol Sadushit, kryetarit të gjykatës së lartë, duke penguar kolegjin penal të kësaj gjykate, t'i japi një vendim dhe një ditë para, rastësisht, ndërhyn Sokol Sadushi dhe jep një vendim të ndërmjetëm. Të gjitha këto janë të rastësishme, aq sa është edhe fakti që Mero Baze deklaron lart e poshtë se Erion Veliaj do dali së shpejti. A është kaq rastësi qëndrimi për gjoja prezumimin e pafajësisë, ndërkohë që ka 13 akuza të rënda penale kryebashkiaku Erion Veliaj dhe me atë që kërkon kryeministri Rama dhe që po vepron me urdhër të Mero Bazes, partizani Sadushi, edhe një vrasës prezumohet i pafajshëm, edhe bandat dhe grupet kriminale që u zbuluan me Skaj ECC dhe më pas u vendosën dhe prova të tjera, apo dhe dëshmitar të penduar, prezumohen të pafajshëm, duhet i lëm jashtë të vazhdojnë të vrasin, se rastësisht mund të jenë të pafajshëm, prezumohen të tillë. Rastësisht kanë ndodhur këto të gjitha për kryebashkiakun Erion Veliaj dhe janë me data, janë me orë, janë me ditë, zë nga çasti kur u mor në pyetje në Spak për dosjen e tij, kur rastësisht na tha se ishte punë Ajole, kur rastësisht mediat shkruanin që Erioni na ishte arrestuar për punë brek dhe pranoheshin diku te 30.000 euro, me që fakt me dokumenta janë gjetur rreth 850.000 euro blerje luksoze. Kur në fakt rastësisht është zbuluar një vil dhënë nga një biznesmen i cili përfitonte tendera në Bashkinë e Tiranës dhe njihet si një bashkëpunëtor i ngushtë i Erion Veliajt. Jep vila, jep apartamente. Rastësisht u zbuluan 9 akuza për korrupsion për shumë subjekte të tjerë, me të cilat kishte bashkëpunuar Erion Veliaj apo kishte përfituar direkt apo indirekt. Rastësisht përdori telefonin e një punonjësi policiet duke i krijuar dhe atij problem me një akuzë që rëndon 5 vjet heqje lirie. Rastësisht provua vepra e shpërdorimit të detyrës me vendimin e gjykatës administrative, ku e vërteta është shumë qesharake, sepse e kanë paduar studiot ligjore që e mbrojtën për një vepër të kryer nga Erion Veliaj. Rastësisht janë zbuluar të gjitha këto fakte, siç kanë ndodhur rastësisht të gjitha veprimet e mësipërme që përkojnë me kohët e gjyqeve apo përballimeve të Erion Veliajt me prokurorët apo me gjykatën. Rastësisht kanë ndodhur të gjitha dhe rastësisht kemi Erion Veliaj në burg me 13 akuza të rënda penale dhe rastësisht Erion Veliaj përdor mediat, përdor studio lobimi për të sulmuar prokurorët, për të sulmuar gjyqtarët, për të ndalur të vërtetën. Dhe e vërteta është se të gjitha nuk kanë ndodhur rastësisht.